Injorimin si dhe gënjeshtrën. Krejt këto trijat. Injorimin sidomos, injorimin s'di gjej dikon që e dën. S'ka njeri që e dën injorimin, s'ma merr mendja. S'ja kishe fal kur nëse partnerit kish injoru. Jo, kur. Ose nëse dën ti diçka ma ndryshe se unë ose ma mirë, vazhdo, po me injorim nuk shkon, me ignorancë, jeta nuk shkon. Po. Kështu që pak ma herët më ron vesh një fjalë kolegës, ja di emrin. Po. Kjo ana që thap se thojnë burgu është për burra. Dafina ishte. Dafina, më falë, se halos pja u di Po, s'është problem. Se s'm ka ra shumë kohëve të fundit me ju po. S'është probleme dash. Në kanë në zone. Po du me thonë që burgi është për kriminal, për burra u kanë atëherë, që shtellet te politikisht që në kanë burguse. Por ndryshe s'besoj që ka se në ditë sotit që thojnë. As nuk i përkrahen, edhe kemi dëshmu sigurisht edhe me rastet e fundit që veç e kanë marrë një vendim kështu të meritum, nuk besoj që është tamam burgi për burra. Po, çfarë për kriminal, është për vopra. Kështu që ignorancën s'ja kisha duru kërkojna, edhe kjo lidhje me prind, për shembull, pse mos me kur të respekton ty, pse prind jo. Nora, nuk i di çfarë gjenerate je, as nuk dua të pyes fare. Jo, s'ka lidhje, unë është me pyet. Mos thuaj dashur diçka kështu. Tash gjenerata e juaj me gjeneratat e sotme, tash në atë kohë kur do që je martu të ka injoru ndonjëherë burret ka ardhur shumë mërzit, s'ke di çka me bë, ndoshta ose ke diskutuar me to të ka dhënë hapësirë me diskutuar. Unë po tregoj, unë jam martu para 16 viteve. Po? Burri deri sot s'ka pas shans më injoru, por ndryshe se çka kanë mamet, ë? Po? Shumë e kam mërzi ignorancën. Besëm. As nuk e injoroj unë dikën. Pas nuk du mu dikush. Apo kupton? E sidomos në lidhje, në momentin kur burri po t'injoron ty, aty djegje diçka ka. Po pra. Veç ashtu s'besoj që gjithmonë diçka ka dhe gjithmonë është një person i tretë atje që. Është një prapavi, personi i tretë patjetër. Po pra. Nora, të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju edhe kalofshim. Përshëndes.